Zgjedhjet lokale e dëshmojnë një fakt se betejë kryesore po zhvillohet në Prishtinë dhe në Mitrovic. Në Prishtinë, Lidhja Demokratike do të mjaftonte ta kishte Prishtinën dhe do të shiste si fitoren historike të saj, nuk i intereson më shumë kësaj nomenklature udhëheqëse, ndërkaq me fitoren e Ferizajt dhe me mundësinë e përlogaritur nga PDK-ja në Mitrovic, edhe kjo udhëheqje aktuale do të ishin të kënaqur që të mbesin me aq. Prandaj, ka ardhur koha që të flisni pak më me zë edhe qartë se po, ka mbetur vetëm një variant, shkurja në zgjedhjet jashtëzakonshme. Këtë po e thot opozita që është e vërteta. Ky Memli Krasniqi e tha dje. Edhe Mimoza. Mendoj që ata po duan që po të njëjtën ta pohoni edhe ju. Pse po hezitoni? Sonte po e shoh që po hezitoni kot. Taktizimi është i parësyshëm. Kush po heziton be unë të njëjtën gjosi ja thash? Jo, edhe ne faili e pohuat se po përpiqemi, do t'i gjejmi, do të shohim mundësi qoftë edhe me 61. Gjasat nuk janë reale, prandaj duhet pohohet hapur. Po shkojmë drejt zgjedhjeve. E çfarë fjalëve që kanë thoni kena 61? Qytetari është përgjegjës. E ka sjell situatën në këtë gjendje. Veç ka dal këta kanë thonë që i kena. Sepse nuk mund përllogaritet në 9 deputet serb. Dhe unë i përgëzoj vetëvendosjen që ka defunksionalizuar rolin e listës serbe. Bajt lutëm të jemi të qartë. Këta pas krejt që të ne kanë thonë që i kena numrat. Po sepse kanë pohuar dhe jenë tërheq. Edhe mua ma kanë pohuar disa që do të pranojmë pa kushte t'jemi. Kush? Tenisma është fjala. Që deja logaritën të rëtnismës. A pet nuk i kanë? Po tjerë që kanë pohuar jenë tërheq. Pse? Sepse kjo nomenklatur, ky parlament është i përbërë prej një numri milionerësh, ata nuk varen prej pagave deputetëve. Prandaj qytetarët duhet i sjellin parlament përfaqësuesit e tyre. Ma të varfrit që ekzistojnë. Jo ma të varfrit, që komplet ata që s'kan as telefon. Demokracitë liberale që do të thirrën telefon shtëpis për me i thirrë. Nuk i sjellin milionerët në demokracitë liberale as në Suedi, as në Gjermani, as në Zvicër ku kam jetuar unë që është shteti më i pasur. I dërgojnë qytetarët me të ardhura mesatare dhe mundësisht përfaqësues më real. Prandaj hapuni ju lutem, thojeni po, apo doni zgjedhje, do t'ju ngopim edhe u kërkuna. Nëse bën unë mendoj zoti Ramabaja ka mirë, por ne si lëvizje vetëvendosje nuk gëzojmë të tregojmë arogancë se ne po tentojmë shumë zgjedhje. Po e thot opozita e ne si lëvizje vetëvendosje me fitoren që kemi pas, ne do t'i përdorim gjitha mekanizmat që ne ta krijojmë qeverinë. Po çështë deri në fund, zoti Ramabaja, nuk krijohet mundësia për me bë qeverinë në krye me kryeministrin Kurti, atëherë e tha edhe Arbi edhe unë që e fundit është zgjedhjet. Prandaj unë nuk e thash që nuk jemi për zgjedhje, por nuk po guxojmë të bëhemi arrogancë se kurse opozita që po deklaron, po thotë shkojmë zgjedhje. E opozita po tregon arrogancën përveç blokadës në 3 etapa që e tha Arbri, e para me blokadën e parë ku çështja ishte te imunitetet, e dyta për kryetarin e kuvendit dhe e treta ishte për nënkryetarin serb. Tashmë është për qeveri. E katërta. Pra në 4 etapa për 6 muaj, opozita është duke bloku kryeministrin Kurti. Qa kom po PDK tjetër me fajl, në falë? Shambull, jo përse u përmangë kryetari PDK, s'ka më thonë? Unë nuk jemi ne që nuk kemi kërku koalicion. Ne kemi kërku koalicion me nismën, kemi kërku me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Unë e fola për PDK-n, të lutëm, thonë rime shkon. Jo, kanë përjashtu PDK-n. Po normal, sepse është e pareformuar, e inkriminuar. Ka pyetur me fajin. Jo, unë e mendoj që unë mendoj që PDK-ja duhet me mjet në opozitë për një kohë. Tjetër Memli Krasniqi për postë zgjedhje. Një pjesë po.
Unë mendoj që është njerë me ata anëtarët e partisë. Nuk ka lidhje për lutem, mos ta banalizojmë. Nëse, jo veç po nis na pe premisës juaj. Nëse thoni se na nuk do me bë koalicion e përjashtojmë PDK-n. Çka ka më thon PDK-ja? E kemi tregu. Po çka ka më thon PDK-ja? PDK-ja ka më thon shkojnë në zgjedhje të reja. Shumë e qartë kjo punë. Qëre, Bajqinovsi e tha një sen, domethënë kuptimin analitik. Pro, nëse PDK-ja thot, hajde shkojmë në zgjedhje. Ajo është rol opozitar. E ka saktësisht, e ka gjetë vendin ku e ka, në opozit. Unë nuk e kam hallin pse PDK-ja thot, hajde shkojmë në zgjedhje. Unë e kam hallin pse qytetarët e Republikës Kosovës e kanë votu lëvizjen e ndosur me përqindjen që ekziston, edhe realisht askush nuk mund të thotë që lëvizja vendosje nuk i ka bërë përpjekjet për konstruim të vendit edhe për ta kriju qeverinë e Republikës Kosovës, që to është esenca. Nëse ne shkojmë në zgjedhje, nuk shkojmë zgjedhje, shkaku i fojit të vetëvendosjes, as të Albin Kurtit. Po si keni argju këtë? Jo,